Prej të paktën 4 ditësh ujërat e Bregdetit në Potam të Imarës janë të ndotura. Bashkia e Imarës thotë se kanë marrë mostra për të përcaktuar shkakun. Në reagimin e Bashkisë së Imarës thuhet se në lidhje me pretendimet e ngritura në media dhe rrjetet sociale mbi praninë e ujërave të ndotur, Bashkia e Imarë informon opinionin publik se situata po ndiqet me vëmendje dhe seriozitet të plot nga të gjitha institucionet përgjegjëse. Bashkia e Imarë në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve, Ministrinë e Mjedisit, Agjencinë Kombëtare të Ujësillës Kanalizimeve, Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, Task Force-ën e AKUK, si dhe Task Force-ën për menaxhimin e sezonit turistik 2026, ndodhen në terren duke monitoruar nga afër situatën. Në kuadër të këtyre verifikimeve, janë marrë mostra për analizim nga institucionet kompetente me qëllim identifikimin e plot të fenomenit raportuar dhe përcaktimin e masave të nevojshme për rikthimin e situatës në normalitet. Deri në përfundimin e analizave dhe verifikimeve teknike, çdo informacion lidhur me shkaqet e këtij fenomeni mbetet në nivel pretendimi dhe nuk ekziston ende një konkluzion zyrtar nga institucionet përgjegjëse. Bashkia e Imarë siguron qytetarët dhe pushuesit si dhe bizneset turistike se situata po trajtohet me përgjegjësi të plotë institucionale dhe se çdo masë e nevojshme do të ndërmerret menjëherë pas daljes së rezultateve të analizave dhe rekomandimeve të strukturave teknike përgjegjëse. Bashkia e Imarë do të vijojë të informojë publikun me transparencë të plotë mbi çdo zhvillim të mëtejshëm lidhur me këtë çështje.